për Aleancën për Armërinë e Kosovës, vendi, shteti ynë, Republika e Kosovës, është në situatën më të rëndë në postpavarësi, në një ndër krizat më të thella, me shumë të panjohura, duke e sjellë shtetin në një rrethon ku përmbi një vit, tani kemi hyrë në vitin e dytë, vazhdon një eksperimentim i betejave në letër ligjore dhe kushtetuese dhe mos funksionimit të shtetit dhe të qeverisë për funksionet që duhet t'i ushtroj parashqyrtarëve të Kosovës. Kosova sot është në blokadë, ndërsa qeveria është jo funksionale, shteti është jo funksional. Ekonomia e Kosovës është buzë kollapsit në mungesë të investimeve, edhe të sektorit publik, po edhe të huaja, dhe në një blokadë janë ndërmarrjet dhe korporatat të cilat kanë probleme serioze deri tek falimentimi i tyre dhe përjashtimi i punëtorëve nga puna dhe mos dhënjes së pagave. Paramendoni që 2 parë zgjedhje i fiton lëvizja vetëvendosje. Në të fundit me 51% dhe nuk është në gjendje ta bëj shtetin funksional për shkak se është e pangopshme dhe don që ta merr edhe këtë institucion, edhe institucionin e presidentes